Bordi i Transparencës vendosi të rrisë sërish tavanet e çmimeve të karburanteve për tregtarët e naftës në vend, duke vendosur kështu ditën e sotme çmimin 218 lekë për litër për naftën dhe 181 lekë për litër për benzinën, duke shënuar një nga çmimet më të larta në 4 vitet e fundit në Shqipëri. Ndërkohë, sipas të dhënave nga bursat ndërkombëtare, nafta Brent është në pragun e $100 për fuqi. Zoti Malaja, mos po abuzohet me bordin e transparencës në vend që të mbrojë qytetarët, duket sikur po mbron tregtarët e karburanteve? Sigurisht që krijimi i bordeve të transparencës sugjerohet që një nga masat që mund të mbajnë në kontroll rritjen e lartë të çmimeve, dhe në këtë mënyrë duke qenë se të dhënat janë transparente, pra fillojnë në çmimin e naftës dhe benzinës në tregje ndërkombëtare. Duke ditur barën fiskale që ne kemi në bazë të ligjeve tona, me akcizën, me të vështrën, me taksën e qarkullimit, duke patur parasysh derogatat në kursat e këmbimit, është lehtë të kuptojnë nëse çmimi vendosur nga bordi i transparencës është kufizues për ta sjellë inflacionin importuar nga rritja e prezit të naftës nga tregjet globale në ekonominë shqiptare. Kështu që kjo analizë duhet të jetë tërësisht profesionale për kuptuar se deri në çmaz me këtë çmim qeveria edhe pse ka rritur i mbron konsumatorët nga një rritje më e madhe që po ndodh të tregjet globale. Frika është që çmimi do të rritet dhe dyta nga gjithë studimi i krizave të naftës, edhe sikur nesër të mbarojë lufta, ditën e diel, përsëri kthimi në çmimet e para krizës me një kohë relativisht të gjatë. Kështu që në këtë aspekt ne duhet ta shikojmë me kujdes se çfarë po ndodh me çmimin që vendos qeveria, sepse duhet të kemi parasysh që kur qeveria vendos një çmim relativisht të lartë, ajo mund të deformojë sjelljen e konkurrencës në treg. Pra mund të ketë kompani që pranojnë një normë më të ulët fitimi, por mjafton që të zgjerohen në tregje në kohë krize. Dhe kjo shkon pasaj edhe në rritje konkurrencës dhe në përfitim të konsumatorëve. Po nëse çmimi vendos qeveria është më i lartë se sa çmimi që do kompania të synojë tregje të reja, edhe ajo detyrohet ta arrijë çmimin, sepse si thonë edhe studiosit në politikat fiskale dhe cilën e konsumatorëve apo të bizneseve, qëllimi final i çdo CEO, i çdo pronare apo drejtuesit kompanive është të maksimizojë fitimet e tyre edhe duke shkelur në ndërgjegjësinë sociale. Dhe ky është një nga efektet negative të bordeve të transparencës, dhe që duhet mbajtur parasysh. Zoti Malaj, a jemi përballë një tregu të lirë apo një tregu të kontrolluar nga një grup i vogël kompanish? Jo, ky është një treg specifik, kërkon investime të mëdha, dhe zakonisht numri i lojtarëve në lojë, qoftë ata që importojnë, po qoftë ata që kontrollojnë pikët, sigurisht ka premisa që të abuzohet me këto pozicione. Prandaj tregjet e retorik nuk janë 100% të lira, por edhe në vendet me modele më të larta të neoliberalizmit, përballë neokeynesianëve, pra ata që kotizojnë në tregun e lirë dhe duan të paduksin e tij që çdo gjë do të rregullohet në mënyrë automatike, që nuk është vërtet. Dhe nga tjetër ata që thonë që në çdo situatë duhet ta menaxhojë shteti. Tregu ka pasur problematika, institucionet përgjegjëse duhet marrin më shumë përgjegjësi për ta ndjekur nga afër tregun, jo për ta kontrolluar dhe deformuar atë, por të reduktuar në maksimum rrisjet për abuzime nga pozicionet dominuese në tregjet caktuara, siç është ai karburanteve.
A është rritja e çmimit të naftës realisht nga tregu ndërkombëtar apo ka edhe abuzim të brendshëm në Shqipëri? Tani këto janë lehtësisht, për ju gazetarët lehtësisht verifikueshme. Pse? I gjithë informacioni për çmimet e importit është dhe kosto transportit është transparent. Sistemi i jonit taksave është transparent dhe mund të llogaritet në çdo kohë një çmim që imponohet nga tregu ndërkombëtar. Një element i mungesës konkurrencës është që kompanitë të ndryshme mund të operojnë me norma fitimit të ndryshme për të mos humbur tregjet e tyre. Në rast se kur vendosin çmime tavan nga qeveria, ky element konkurrues vjen. Sidomos kur çmimet vendos qeveria janë relativisht të larta dhe kompanitë që mund punonin me norma më të ulta fitimi, edhe ato instinktivisht do orientohen drejt çmimit më të lartë, ka efekti magnetik. Të gjithë norma e fitimit në sjelljen tënde ndaj tregjes dhe ndaj normave të fitimit. Kështu që në këtë aspekt është lehtë për të verifikuar në çmas mund të jetë abuzimi dhe kush janë abuzuesit, aq më tepër për numri i importuesve është relativisht i kufizuar. Shqetësues është merakull që shoqatat bëjnë një marrëveshje gentlemanësh për të ruajtur një çmim që i kënaq normat e tyre të fitimit, sepse edhe në kohë krizat, në shkëmbimet që janë bërë në historinë e krizave që ka kaluar ekonomia globale, rezulton që biznesi ose të pasit bëjnë më të pasur, se të rritën normat e fitimit dhe të varfrit bëjnë më të varfër, se ata janë viktimat e para të rritjes së normave abuzive të fitimit apo të rritjes së çmimeve thjesht dhe vetëm nga rritja e inflacionit të importuar. Ajo që mbetet shqetësuese për ne si studius është fakti që qeveria shqiptare që vetmja deri tani që nuk ka paraqitur një paketë sociale. Konsumatorët përfundimtar nuk mbrohen dot thjesht dhe vetëm me një mekanizëm. Por si dose dhe në vendet e tjera, është rishikuar sistemi taksave, sistemi të TVSH për ushqimet bazike, sepse studimet tregojnë që në qoftë se nga një rritje e çmimit, nga inflacioni importuar, dëmtohet fuqia blerëse e pjesës më kritike të shoqërisë, në këtë rast rreth 40% e saj, që harxojnë para për mbijetesë, ushqime, drita, ujë, qira, atëherë shteti ndërhyr me paketa sociale. Kjo është akoma më kritike për Shqipërinë, ku pjesa e popullsisë që përdor 60-65% të të ardhurave për kërkesat jetike, është totalisht e braktisur aktualisht. Dhe në këtë rast, nga qytetarët, jo thjesht nga konsumi karburanteve, por nga efekti zinxhirit që do vitë në çdo muaj në shërbim, që këtë kriza zgjat dhe filloi, janë grupet më të prekura. Dhe këto nuk fillojnë thjesht nga pensionistët që kryeministri u lodh duke përsëritur. Ku vijnë pensionistët, vijnë të paaftët, vijnë ata që marrin ndihmë sociale dhe grupe të tjera sociale, të cilat çdo qeveri duhet të ketë të identifikuara dhe duhet të bëjë atë që po bëjnë shtetet moderne, me që jemi dhe shumë të avancuar me e-government, që çdo person që bën pjesë në paketa sociale i jepet një kartë me një kredi saktuar. A është 100, është 150, a është 200, kjo varet nga fuqia e shtetit, por nuk braktiset. E dyta, shumë kritike për Shqipërinë, që të braktisen fermerët. Është cikli bujqësor ai që do na dëmtoj rënd. Jemi vendi ku na vijnë 14 milionë turistë dhe bujqësia ka efekt negativ në rritjen ekonomike të vendit, pasi të gjithë ata ushqejnë kryesisht me importet e produkte bujqësore. Dhe ta braktisësh bujqësinë, dhe ta thellosh deficitin tregtar të këtij sektori, që është bujqësi, blegëtori, agropërpunim, bletaria, të gjithë llojet,
atëherë kjo nuk është politikë ekonomike, por nuk vjen as nga patia. Të gjitha vendet po marrin masa për të ndihmuar fermerët. Fermeri shqiptar ndihet totalisht i braktisur, mbështetja buxhetore është minimale, fondet i fardit nga Bashkimi Evropian janë të bllokuara, bile për i parë të dyshin, Shqipërisë i kërkohet të kthejë Bashkimit Evropian 33 milionë euro. Por akoma më kritike është blokimi për 3 vite i rreth 112 milionë euro të i pasuriqit. Kështu nuk mund t'i lëmë. Një faktor tjetër që mos merret vetëm me grupet e varfra, është goditja që do marrë klasa e mesme, e cila është venitur vitet e fundit dhe shumë afër pragut të jetë klasa e mesme apo të zbresë në klasë e varfra. Për këtë grup nuk kërkohen paketa sociale, për këtë grup kërkohen politika fiskale, lehtësim të taksave, tatimeve, që ata të rriten dhe të zhvillohen, sepse janë motori ekonomik i së ardhmes dhe janë faktori social dhe politik më i vetëdijshëm për të ardhmen e vendit. Nëse ky grup bëhet gjithnjë më i vogël, atëherë autokracitë kryeministrore bëhen gjithnjë më të lehta dhe më të dëmshme. Zoti Malaj, rritja e naftës po rrit automatikisht edhe çmimet e ushqimeve. Apo hyn vendi në një spiralë inflacioni të pakontrolluar? Vendi është përballë një risku në rritje të inflacionit. Mund të keq që ministri i ekonomisë thotë nuk ka inflacion, është i vogël, por të gjitha vendet tregojnë që inflacioni nuk është pjesë mesataje statistikore, por është një tregues që duhet matur me kujdes, sepse sipas presidentit Reagan, inflacioni është një vrapës në pagesë. Sepse kur rritet inflacioni, qeveria nuk e rrit duke shkuar në parlament që porisin porisin taksat, por taksat të rriten vetvetivu. Dhe kjo i jep qeverisë në kohë krize disa burime shpesë të ardhura. Pra, nëse për një litër naftë me 60 lekë, po them me 100 lekë, ose 200 lekë, tani po vajnë 210, do marrin 20% më shumë. Problemi shtrohet ku shkojnë këto të ardhura, që hyn automatikisht në buxhet, pa ndonjë rritje taksash zyrtare dhe pa ndonjë rritje administrative për të mbledhur ato. Sepse janë taksat konsumit dhe mblidhen më shpesh se çdo taks tjetër. Pikërisht është dallimi i madh midis modelit shqiptar të braktisjes të gjithë atyre që preken nga inflacioni importuar dhe modelit të vendeve evropiane që kanë vepruar më njëherë me paketa sociale. Çmimet do të rriten dhe nuk do të jetë lehtë të kthehen fast në tjetrin. Kjo rritje e çmimeve do vrasë më shumë stresat që të ardha më të pakta. Pikërisht ato që preken më shumë duhet të financohen nga burimi i rritjes së çmimeve ku pagojnë 100% e shqiptarëve. Ndërsa mbështetje po në rastin më të lartë do të kojnë 60%. Pra, qeveria ka fonde të disponueshme për të përdorur menjëherë me paketa sociale në mënyrë të shpejtë, me karta, me smart card, dhe secili pensionist, secili pa punë, secili pa aftë, secili shqiptar që preket nga çmimet e importuara dhe përfshihet në pjesën e mbrojtjes sociale, fillon dhe menjëherë ndjen atë aspektin e munguar të që George Bush e quajti kapitalizmi i dëmshëm. Pra, nuk i asistojnë, i braktisin, ata në braktisin ne dhe Shqipërinë, dhe Shqipëria varfërohet nga pikpamja sociale, nga pikpamja politike dhe nga pikpamja ekonomike. Pasojat nuk janë thjesht çmimet e ushqimeve. Rritet shpresa, rritet pasiguria, rritet braktisja e vendit.